tha, je normal të adin sa snajperistat janë, apo dënë me të mytë sikur qena, Kalashnikovin e ka pas kështu, edhe kajke. Duket që ka pas edhe lindjat natë aty. Kur kemi mritë e stacionit trenit, hallakam, njerëzi, aty kum taku disa shokë këjshi, edhe në fillim, se ka qenë mas dite, do mon, deri sa shkum 11, jena do 11 e diçka, do mon ka qenë ora 2:30, kur kena qenë atje. Mas pari kanë fillu me pru autobusa. Po asesina nuk dojshëm me kont të parë që dojshëm me hypë në autobus, se s'dojshëm as synimin e kishëm që a mujna mu këthy në shpe. Po njerëzit të lodhën edhe detyrum jenë hypë në pra autobusa. Me autobusa i kanë qunë kufi me Shqipërinë. Kur kemi mri në stacion, dëmonë aty pjesën veriore që kthehet ka qytetje dhe aty ka pas polic, nuk na kanë lanë dëmonë ka qenë rrethina e stacionit trenit e sigurume edhe na kanë majtë në atë pjesë dëmonë. Atër ka pas, ma pak ndërtesa ka pas hapësirë ma të madhe ku gjitha ta njerëz kanë mujtë më grumbullu. Ka qenë ende dritë kur kanë ardhë autobusat. Që shtash autobusat e ndërgun kufi me Shqipnin. Edhe kur ra teri, unë alen autobusat, edhe ka qenë gjendje kaotike. Grashtat zana, pleq pa lëvizshëm që i bartnin me karroca, njerëzit friksum, duket që ka pas edhe lindjat natë aty. Jam shumë i sigurt. Edhe ftoft, se ka qenë dimër 30 mars, edhe e di që të në kohën musilke në përkry, qësh me mujtë me ikë me shku në shpe. Ajo njëherë e kisha si mendim, po e dim prej stacionit trenit që është hapësirë pa ndërtesa dhe prej Dragodanit, prej Arbriz, dëmonë ka qenë kështu si në shuplak dorës, edhe kur ja kum kallëzu që t'i vlau, tha, je normal të adin sa snajperistat janë, apo dënë me të mytë sikur qena, edhe qa jëm kanal, po s'dojshë me dalë. Edhe treni i parë ka arë rafsh në ora 1 natës. Nuk kemi hyrë në trenin e parë. Tu shpresu që kur të bëhet mëngjes, kanë me na thonë, hajde, shkoni, dëmane mushin qatë tren, edhe u lodhëm, mërdhit, pa ushqim, motra ishte shumë, që shtash 7 zonë, nipi celi ishte shumë keq, i dehidrum, pa barna, pa ushqime, edhe... Po, një muhabet që am kujtohet, edhe një mendim që kum pas masanena të ndëgju lajmet me tranzistor. Një pej muhabeteve ka qenë që na kanë grumbullu, edhe me qenë se është pikë strategjike stacion treni ka me na bombardu NATO, edhe kanë me na mytë. Edhe ta na i ka mu përdorë kjo se na myti NATO. Kjo ka ndodhë derisa ka ardhë treni i parë. Kur ka ardhë treni i parë, atëherë ja fillu me kuptu se cili është qëllimi, dhe ma me na dëbu me në trena. Kurse e kum pas një zhgënjem shumë të madhe dhe një frikë, kur i kum dëgju lajmet, zakonisht jeta i kena ndëgju Evropën e lirë, ka qenë seksioni në gjuhën serbo-kroate, ka qenë Omer Karabeg, një boshnjak që u kanë edhe Ismet Hajdari, më duket ka qenë atëherë një shqiptar që ka punu, po në seksionin e gjuhës serbo-kroate, boshnjake. Radio Evropa e Lirë ka qenë një ndër burimet ma të panshme, informata ma të sigurta. Edhe kur i kum dëgju lajmet e orës 9:30, edhe nuk kishte asnjë informacion që ka ndodhur në Prishtinë, aty jam të merru, se thash, hej, jën ka dëbojnë 10 mira njerëzi prej Prishtinës, se kërkush së ka edhin bota, edhin
që ka ndodhë. Si informacioni tash, tranzitorin këna marrë për shkak të informacioni, sa është me rëndësi në luftë, në konflikte. Ajo ka qenë një ndjenë shumë e keqe. Mëngjes kemi hypë në tren. Hypja nuk ka qenë përmes hyrjeve, se mund është me marrë me mend gjithë njerëzit kur dojnë me hypë në përhyrje, na kemi hypë përmes dritareve. Edhe një kabin ku zakonisht janë 6 pasagjerë, ne kemi qenë 27. Pse i kinë gje? Qështë i kinë gje 27 vjetë? I kumë gje, që ashtu, po mujna edhe sot minë gje, për shkak se kanë qenë motra me burë, 2 fëmijë, kanë qenë kunatat, kunet e sajna, fëmijët e tyre, vjehri, na kemi qenë 4, domthon ka qenë numri 27 veta në kabinë. Në ato vendet ku vendosën kuferat, janë vendosë fëmija. Sa u shlirun pak që hypëm tren edhe unë nesëm, na ka nalë në fushë Kosovë, këto, të platforma. Aty ka qenë një gjendje shumë frike, se kanë qenë njësit paramilitare. Domthon treni u nalë me qëllim që njësit paramilitare gjithë ishin me mjekra, me shamia, me shfrytzu rasin, me hina për tren, edhe me plaçkit, nuk e di çka kanë bërë dhe tjetër, ndoshta gjithçka. Fati që vagoni jonë ka qenë jo në nivel platformës, të na nuk kanë ardhur as me na. Po e majnë men, e kemi qelë dritaren, e kabinës e kanë qenë dëram, edhe ju kemi lyp ujë. Një shishe në kanë pru, po kur kanë dash me na pru shishe tjera të ujit, ju kanë bërtit paramilitarët edhe i kanë përzonë, paramilitarët nuk dëshin me na lana dhe ujë me na pru. A uji ka qenë shumë i nevojshëm, sidomos për fëmijët për shkak dehidrimit që e ke shumë, sidomos nipit që ka qenë edhe i smut. Na kanë majtë 2 orë mas paku, aty domthon stacion këtu në fushë Kosovë. Edhe masaj na kanë liru, dikur mas ditës kena mri Blace. Se cili tren ka pas një përcjellje të policëve, ato e ku marrë vesh masi jena dalë për trenit. E mora vesh se kur dollën ata 3-4 policë, edhe na thanë me ecë vetëm në shina trenit, se ka mina. Ashta s'ka pas mina, po për shkak me majtë një farë lloj kontrole turmës. Një sen që më kujtohet edhe u kanë shumë interesante, se po, të kallëzoj çka mu ka sjell në për kry të në kohën gjatë dëbimit, thësha qysh mujnë njerëzit me kanë kaq mizor ndaj njerëzve, qysh mujnë njerëzit mja bat dikujna qështu, po mënej e kuptoj kur një forës lufton me një forës në fushë betejë, po kur shkon t'i akmirësh ndaj civilëve, njerëzit që si nje, që veç u shkon në shtëpi dhe i thu dilni për shtëpisë që të në konë mu sill kënë kry qysh mund me kanë njeri kaq mizor ndaj njeri tjetër. Kur na dalë, na metëm si të fundit, si një polic që ka qenë përcjellje e trenit, 5 metra se ka qenë si breg aty nga Hekurudha, Kalashnikovin e ka pas kështu, jo në gjendje ka dishmërisë, po edhe kajke. Shkojshim lët, po,